Ndërkombëtarizimi i universiteteve mbetet sfida e qeverisë shqiptare, kur vendi ka nisur procesin për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama pati një takim me rektorët e 40 universiteteve publike dhe private. Sfida jone për bashkët dhe themelore është ndërkombëtarizimi i universitetit. Është koha për të vizituar ligjin e arsimit të lartë. Ka kaluar një periudhë e mjaftueshme për të reflektuar në atë ligj ndryshimet që ka sjellë koha. Kapitulli 25 dhe kapitulli 26, i pari për kërkimin shkencor, i dyti për arsimin, janë dy kapitujt e parë që do të mbyllen në muajin mars, për cilat është bërë një punë shumë e madhe nga ministria, por edhe me kontributin tuaj. Rama tha se universiteti është alati më i rëndësishëm i një vendi. Ai kërkoi nga rektorët riorganizim për t'i bërë universitetet më konkurruese në përthithjen e fondeve dhe projekteve ndërkombëtare.